Tani jam këtu me një zonjë e cila më tha të solli zotit e kun. Përshëndetje. Përshëndetje. Si e ke emrin? Bedrie Kaba nga babaj dhe Hoxha nga buri. Nga ime origjinë? Jam Dibrane. Dibrane. Bedrie, jeta me ty ka qenë e drejtë apo jo? Po, përderisa jemi kriju prej Zotit, atëherë ai na e drejton edhe jetën, mbas mendjes time. Dhe kështu që nuk mund ta gjykoj unë Zotin për jetën time. E kam pas shumë të vështirë, por kanë kaluar, se çdo njeri në jetë, unë kam një vështirësi, tjetri ka një vështirësi tjetër. Kjo jetë nuk është e përsosur për asnjë. Kush mendon ndryshe, gabon. Cila ka qenë gjëja më e vështirë që ke patur? Gjëja më e vështirë që kam pasur në jetë ka qenë kur nuk mu da shkolla e lartë. Ato e kam përjetuar keq, gati 7 vjetë. Pasi unë vi nga një familje e persekutuar nga koha e Enverit, që 2 vjeç na kanë internuar, unë kam qenë 2 vjeç, pa vëllezërit e mi ishin 20 vjeç, në kulmin e rinis, ato u larguan nga Dibra, dhe kemi jetuar në Sabër të Lushnjës. Për shembull, shkollën e mesme, kam shku e kam bërë në Dibër. Pata fat që e bëra në Dibër dhe kujtoja se ata se dinin që unë isha me biografi të keqe, në një kohë që ata e dinin. Dhe unë jetova me ato 4 vjetë me atë idenë që unë, do më thënë, nuk kisha në një gjë në biografi, në një kohë që unë e kisha. Dhe ajo ka qenë si një kancer brenda vetes time. Kupton, na greu nga pak. Dhe ne nuk patëm mundësi, e mbarova shkollën me nota të larta. U mblodhe dhe drejtoria për të se hodha shkollën e lartë, do më thënë e pata guximin e marrë, se unë mund të fitoja, me qënë se isha nxënëse e mirë. Mirë po, ishte minusi biografia dhe tani më thot motra, thot, Bedra ty, thot, baba jon e ka quar atë një kërkes për marru shkollën e lartë, edhe ju kthye se nuk i takon se e ka vlla me aratisur. Dhe baba ju interesua shumë, fundi tha drejtori, tha, Gjaje, si kjo diplom nuk na ka ardhë, por ne nuk mund t'ja japim, kemi urdhër. Edhe kjo më vrau shumë, gati 7 vjetë shitja në ndërvetëm shkollë. Mbas 9 vjetës fitoj demokracia, erdha në shkollë të lartë. Po kur erdha në shkollë të lartë, ne ran ekonomia, u prishën tëra, kombinati u prish, uzinat u prishën, në ngelën pa punë. Në çfarë moshe fute shkollën e lartë? Në 32 vjeçe. Pra i kështë ndarë mende që ti njëtën të Po, të e mora shkollën e lartë, po se bëra. Vajta ekonomi, financë, që unë nuk e kisha qef ekonomi, unë kam pas qef letërsin. Letërsi unë edhe shkruaj në Facebook, kam shkruar paka shumë jetën time. Edhe, mirë po e kapa, do me thënë, arita ty në të ambientet e shkollës lartë dhe kjo që gëzim shumë i madhë. Pasaj, bëra disa provime, në fund i thash ati pedagogit, këtu mbaron, se unë nuk kam mundësi me ardhme. S'kisha lek për me ardhja nga Berati në Tiranë, me autobusin në orën 4, në 8 futesha në provim. Edhe provimet i mora mirë, me gjise me 2 fëmijë të vegjël. Por nuk kisha lek, me qatë vija. Pra prapë ndrejot dhe bedi prapë për gjysmë ndrejot. Pasaj, vazhdova, një komshim më mori në rretin e rroba qepsis. Edhe po më thrisni mësuse. Fëmijët me gjithse një rreth rroba qepsie, po arrita të thirresha një herë mësuse, që e kisha ëndrrën time. Edhe aty, aq vazhdoj një 5 vjetë, pastaj ngela pa punë gjithmonë. Por që nuk ma merrte mendja që në moshën 31 vjeçe, me një mesatare të mirë, me një mundësi të mirë, unë mos isha as kërkushi. Jo, nuk dua të jem sot që jam kaq vjetë dhe kam provu tëra gjërat e jetës, them më mirë t'jesh një njeri thjesht midis njerëzve të thjesht. Nuk dua të ashtu. Por më duke, jo se unë isha i mençur, po më duke si kur ata fëmijët do merrni shumë nga unë. Kupton, do rritej një brez me një edukat tjetër që unë kisha provuar shumë në jetë. E kupton? Dhe ato që provu ne, mos t'i provoj brezi që vjen. Kam pas peng në fëmijët t'i shkolloja.
Dhe kur vajza ime më thoshte, ma, ty të la biografia, mua do më lej leku, ata e pata pengun më të madh. Dhe bëra shmos që ajo ta mbaronte. Por, e din, them se gjithmonë në jetë është fati. Nuk është, do me thënë se ti, se thonë gjithkush, kam luftuar, kam punuar, kam ecur, kam qarë, jo. Po s'pate fat, po s'pate edhe një përkraje, nuk mundesh. Mos e merr një asnjë gjë me vrur. Bura shkoj këtë puna, jo të bëj këtë, jo të bëj atë, jo. Mos asnjëherë mos të shterojnë për të ndëruar. Për të ndëruar dhe për të fituar jetën që duhet. Por ama jo me vrak. Është me fat, po që fat ta them se s'dua të hyj në një problem tjetër, por çdo gjë është me fat. Është e shkruar dhe u bëft e Zotit, jo e njerëzve. Unë të falenderoj shumë për gjithë këtë rrëfim që më dhe. Faleminderit edhe ti. Tani jam këtu me një tjetër mik, si e ke emrin? Josif Nako. Josif, nga emërgjin? Më origjinë jam nga Saranda, lindur e rritur në Tiranë, gjithë lindjes 54 i shekullit kalu. I shekullit kalu? Më duke shumë i lash me këtë gjithë. Po, faktikisht jam. Çfarë pune ke bërë në jetë? Unë atëherë, si shka qenë ato vite, marrum 8 vjeçaren, nuk shkova gjimnaze, vazhdova natën, punova si elektricist, fillimisht një repart ushtarak, ku sa kishin fillu bunkerët atëherë, dhe kam qenë ndihmës elektricist në ndërtimin e një bunkeri në blok të Dhejsave. Pastaj me kalim në kohës, marrova elektrike natën, hyra në kurs shoferave, vajta ushtar, të kështu vazhdoi jeta cikli. Zanati im ka qenë shofer. Shofer? Pa. Për sa vitesh? Dhe më thënë, patentën e ka marrë në gusht të 73-shit, shofer, patentën e benzinës. Jetoshim në atëherë, deri 7 tonë, ndërsa të naftës, që i quheshin shoferët kualifiku, e ka marrë viti 77-78, në Fiers. Kam qenë Fiers, si çdo zanat tjetër, ka gjërat e bukura dhe të vështirat. Po, të të them drejtën, unë zanat në shoferit e kam mësuar kur vajta në Europë. Pas 20 vjetë shofer këtu, më blokuan patentën, sa atëherë nuk njihej patenta shqiptare. Më thanë ke një patent jo të komunitetit evropian, do të detyrova të veja në kurs shoferëve dhe me gjithë kisa 20 vjetë shofer, kur vajta në kurs mësova shumë gjëra që nuk i dije. Më thënë, kemi qenë shumë brapa. Ne atëherë kemi qenë, pa dash të ofendoj njeri as veten, se kemi punu, kemi sakrifiku, po kemi qenë hamejt punës. Që kështu shoferliku ka gjëra shumë bukura, kur ktheheshin nga Fierza me ato borë, me ato agull, dhe një kënaqësi kështu, e kalova dhe këtë ramë poshtë e motin, po. Kur punonim që çonim çiment do Fierz, ka qenë janari 81-shit. Kam qenë me një shofer të vjetër, shumë të kualifiku, një Hasan Muaxhiri, Tiranës, më fatkeqësisht nuk jeton sot, një nga ustallarët e mi. Ne ka bloku bora, dhe kur jemi ngrit nesër, se flinin ato gabinat si kanë qenë, kamionat ishin komplet mullu me borë. Dhe kanë lëshu me urdhët me meqeu, 2 eskavatora Kamatsu, që thoshin atëherë që hapën rrugë. Do më thënë kemi ne 3 ditë aty, si nuk në rrumë jetë, nuk e di. Fati. Ti e mban mend se diçka që ke jetë dytë pas të thaj? Që jetë dytë nuk mund të thush se kishim ushqime vetë, po vështirësi shumë e madhe. Nërsa stresi më i madh si shoferlik, ka qenë andej shfrytëzimi i njeriut nga njeriu. Pa ka qenë e vështirë kur e le Shqipërinë, kur le vendin tënd? Jo e vështirë, pa atë vështirësi e ndjej edhe sot. Ka qenë 92-shi, më dërgoi shoku kaset me këngë Bujar Qamilit, që është një dallon dyshe reja, dallon dyshe, nuk e di se këmbajmë. Nuk doja që se jam dhe tipi fort shumë. Më rodhën lodhë sa më thagurë, që kjo bo piqa si gjojë, tash më dhe mësyu, se s'doja dimja vetë. Akoma ndjen këtë mallin për Shqipërinë? Sigurisht, sa do është veni, unë jam le rrit këtu, kjo të Elpeza. Aty e kam pas shtëpinë. Kur takon shqiptarë të tjerë në Gjermani, a ndjen atë, po themi keqardhjen që kanë ardhur aty për pamundësinë? Me thëmë drejtën,
Në 90-ën ne luftum për ta ndryshuar sistemin. Siç marrën pjesë në ato demonstratat, në ato gjëra, luftum për ta ndryshuar. Po nuk dinin se çfarë ishte, për çfarë lufton. Ishim komplet pa qartë. Ju për shembull të jeni të ri, ju duket si prallë, siç na duket neve prallë lufta që na tregonin prindrit. Por më bëhet qefi që është kjo lëvizja e lirë e njeriut. Po me që më shoh këtu ka lëvizur, ka ndryshuar shumë Shqipëria, për shembull. Jeto, godina dikujt i pëlqejnë, dikujt si pëlqejnë. Këtu janë njerëzit e keqe që është për të ardhur, janë njerëzit të paqelur në mendje, i themi ne, du grue, du të shije, du citate. Jo vëllai më zi gjeta vet, dal nga dal, kupton? Duhet çdo gjë vjen me punë. Unë për veten time nuk e kam pa konkurrencën ke shokët, ke kolegët. Unë konkurrencë kam pas veten time. A e kam bë mirë këtë, apo jo? Njeriu po e pa konkurrent, veten konkurrent, do dali fitu, gjithmonë. Jam edhe me një tjetër mik, si e ke emrin? Stavro Pata. Tani Stavro, që kur të pash në rrugë, me këtë lullën dorë thash ndalo se ti ke histori pa fund. Stavro, trimi forca jote si gjumimi. Pas ke dhe refren ndër të tjera. Tani, do ta filloj nga elementi që mua më tërhoq më shumë. Lulla që ti përmban në dorë, e ke bërë vetë? Lulla ka këtë histori. Ishte një mëngjes i bukur. Te xhamia e Vlorës po punonte traktori. Edhe kishte nxjerrë gjithë ato. Mua më kishte vdekur i nipi aty. Edhe ishte edhe një lindje mirë e diellit. Tash nuk e marr këtë dru, tash. E pash ta bëj lull, tash. Sa të vite autobusi që të veja për në nartë, e qërova e bëra ndaj këte, e thash, lull do bëjt fjetës. E mora drurin me vetën, vajta në fshat, ku vajta në fshat atje bëra të adetin që bëhet po parnetin, edhe erdha për në Tiranë. Aty ullë atje në balkon, edhe fillova ta eksploronja. Bëj këte, bëj ande, kur thash me bëj lull. Po mungon të bishtin, se natyra e ka bërë këtë. Unë vetëm e kam qëpuar, e kam gjetur si dru. Kjo është manjol. Fruti manjolës bën një boqe. Gdhënde atë, doli një kërcel i bukur. Nuk janë gjithë këtu, thash. Dhe doli një gjë fantastik. I bëm përshtypje atyre që e shohin? Shumë. Thënje të ndryshme, kudo që vete. Unë kisha vëllan këtë shef departamenti në Kamës. Ishte një vit më i madhë se mua. E më thiri e shoqë, hajde, tha mua në shtëpi se Kristaqi është rëndë. E kapi ishte një kolosë, dhe këte e kapi ajo mushkrisë. E më tha, Stavra ta nuk jam mirë. Aty kam qarë, dhe kam qarë me lotë. Ishte shumë e vinë. Pikon zemra akoma? 7 vëllezër dhe një motër. Kemi ngellur unë këtu në Tiranë dhe Dia në Greqi. Jo, vdekja është dhurat për të gjithë. Dhe këtë dhurat do të marrë gjithë secili. Në rrethanat të tilla përgatitem që të jetoj pleqërinë, po të thuash i larguar nga e gjë, jo ta jetoj dhe atë. Se duke e jetuar, jeton. Duke e jetuar, jeton. Tani ti çdo ditë që kalon, po them, a ndjen peshën e viteve mbi supë, po vazhdon jeton si një djalë i ri dhe ke dëshirën për të jetuar? Unë vazhdoj dhe kam dëshirë për të jetuar. Vazhdoj të shijoj jetën, me sa mundem. Në orën 5 ngrihem, jam të liqeni. Pi kafen atje, vetëm një gjë të them, mos i dorë nga Zoti. Besoj Zoti. Është gjë e madhe. A ke një moment që ti e ke ndjerë forcën e Zotit që të ka ndihmuar ty? E ndjej dhe ndjej shumë. Momenti ka qenë kur vajza ime nuk ishte lidhur me asnjë akoma. Edhe thash, o Zot, sikur më doli përpara të jenë tavolinë. Edhe unë ndriçova. Edhe plaj me jetu.
duhet ta shijojnë me të gjithë ndjenjat e tyre, duke e larguar çdo ndjenjë të keqe, duke u larguar çdo vesi, duke u larguar çdo gjë tjetër që ka të keqe në këtë botë. T'i afrojnë së mirës, t'i afrojnë dashurisë. Me dashuri dhe me të mirë, ecën. Kjo është gjithë se cili ta ketë me vete dashuri. E mbyllë shumë bukur dhe unë të falenderoj shumë për gjithë rrëfim tënë. Shumë faleminderit. Nuk i ke që këtu tani. Hajde më rrim këtu, pike kamë, Kris, ulli dhe ti me ne. Ka shumë pëlqeu. Ha? Ka shumë pëlqeu. E gjë madhe të qatë. Bëllë qefi? Që më dhe një pjesë dhe një shtesë të jetës. Ja, kjo është dashuria. ¡Ándale!